Si ta bëni make-upin nëse keni sy kaf? Gjithmonë do nis duke vendosur një concealer para se të nis my shadow dhe po e përhap me një furçe. Sot do përdor këtë paletën nga Pierre. Kjo paleta ka shumë ngjyra të bukura. Do nis një herë me këtë kafen, po e marr në një fluffy brush dhe me këtë do bëj set concealerin dhe si bazë për pjesën tjetër të ngjyrave. Ngjyrën më të hapur do vendos poshtë vetullës dhe këtu në cep të syrit. Tani këtë ngjyrën si çokoladë, këtu rreth çerpikëve. Po marr të njëjtën furçë që kisha çparë, thjesht për të sfumuar të dyja ngjyrat bashkë, kafen e errët dhe poshtë syrit. Kur e zgjas shumë poshtë pjesën e errët, thjesht marr pak më shumë eyeshadow të hapur për ta pastruar. Po marr këtë furçën që është për vetullat dhe po krijoj një vizë poshtë syrit. Eyeliner kaf brenda syrit. Do bëj edhe një eyeliner të sfumuar me të. Përsëri këtë furçën e vetullës do bëj një eyeliner të zi. Thjesht do i bëj set eyeliner që vendosa me laps. Përsëri eyeshadow të hapur për të pastruar pjesën poshtë dhe këtu në fillim. Këto eyeshadow kanë kaq shumë pigment dhe kjo e hapura sa nuk më duhet të vendos concealer dhe pastaj të bëj set të ky hapi siç bëj zakonisht, por mund thjesht ta marr direkt dhe të bëj një kat kriz me të. Mendoj se ky është hapi kryesor. Thjesht kjo eyeshadow e bardhë. Kjo paleta ka dhe shumë xixa të bukura. Nuk e di nëse dua të vendos sot xixa apo jo, sepse më pëlqej ka make-upi dhe kështu. Po dhe këto i ka shumë me pigment dhe duken shumë bukur në sy. Nëse vendos, do vendos një nga këto të dyja, po e shohim në fund. Po përfundoj edhe pak pjesën tjetër të make-upit, sa më thanë çerpikët. Për vetullat kam të paletën e vogël. Do bashkoj këto dy ngjyrat bashkë. Vetullën nuk më pëlqen ta theksoj shumë, sidomos tani që fokusin e dua vetëm te kjo pjesa e syrit. Shumë lehtë do e mbush dhe thjesht do ja pak ngjyrë. Kur përdor këtë më del fix që dua unë. Duket shumë natyrale dhe pastër. Kjo është dhe make-upi përfunduar. Më thoni në komente si ju duket.